Po, si student, banojshim atje në Prishtinë, fillimisht, nuk udhëzejshim udhëtu, po vikendë kisha dëshirë më ardhë në vikend katon të prind. Po. Kur u kthym, hinë policia në kryq të Komaranit, në gjetin indeksin në arrahen, e gjenë arrahen shumë. Tani, diqysh, jo mu, po shumë kolegë, studenta që ishim aty. Si grup ju kanë Si grup, po, edhe qashtu të përdu me shku më banes, tani diqysh qash u më lëfosa, të isha, o dhe qysh mu i mja u këthy, qysh mu i mu hakmirë. Tani, pasi luftës në Drenicë, që filloi lufta në Drenicë, po. Edhe dullu që keja publikisht, u dash një ndërprej studimet, edhe u kyqem në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, fillimisht në brigadën 132, në fshat u pat themelu brigada. Po. Tani një Blanicë, patëm depërtu një Blanicë, edhe kalum të shkum për armatim, për furnizimin e armatimit. Ke shkon në Shqipni? Po. Do me thonë se aktiviteti parë u konë furnizimi. Po, furnizimi i arme, tani.